Disa foto të ish-presidentit Ilir Meta në kutim prej xhami në GKO bën nami në media në rrjete ku pati qëndrime të ashpra, mëshirë, apelime, qëndrime të pakuptimta, ku në fakt Ilir Meta nuk kërkonte asgjë. Pasi dolën fotot, shumë individ thanë se e kanë keq trajtuar, e kanë dhunuar atje në burg. Në fakt Ilir Meta nuk ka folur kur për keq trajtim apo për dhunim, pretendimin e vetëm e ka pasur për ndonjë telefonat. Ka kërkuar vetë të qëndrojë në burgun 313, është në masa të forta sigurie. Më pas kur folën analistët dhe opinionistët tanë ndritur që treguan se ishte dhunuar, keq trajtuar, ishin shkelur të drejtat, Ilir Meta doli dhe tha se ishte si kokra e mollës, bënte ushtrime fizike dhe tani po kërkonte edhe një bibliotek për burgun 313 dhe këtë e njoftoi pas takimit me Klevis Ballion. Pra Ilir Meta nuk ka pasur ndonjë qëndrim se është dhunuar, se e kanë keq trajtuar, se janë shkelur të drejtat, se doli vetë dhe i përgënjeshtroi tërë këta mendjendriturit opinionist, duke thënë se vazhdonte të bënte ushtrime fizike për të qenë në formë. Patjetër që ishte më i zverdhur, është normale, nuk ka ikur me pushime në kamp. Qëndron drejt një viti e gjysmë në burg, ndaj tij pritet të zhvillohet gjyqi, proceset kanë ecur, vazhdon të ankimoj çështjet, të akuzoj qeverinë e Edi Ramës, nga shëndeti mendor ishte në rregull, foli për presidentin e 2 marsit, foli për McGonigal, përgjithsisht tha se nuk do të ishin të vetëm, ndaj ato që i kanë qarë hallin Ilir Metas, për çfarë qanë se Ilir Meta nuk dukej të kishte ndonjë problem me shëndetin apo dhunimin e të drejtave. Përkundrazi, përse këta opinionistët dhe analistët tanë të pushtetit e mbajnë Ilir Metën kryesisht si hall të madh, se o bobo është zverdhur aty brenda? Mos ka ndonjë hall tjetër të ndonjë të arrestuari apo të burgosuri tjetër që nuk ka as burrërinë dhe forcën e Ilir Metës që të qëndrojë dhe të shkojë atje në gjykat, por përflitet për skema, skenar dhe intriga për të dalë nga burgu?